Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Kur ishte luftë në Kosovë në vitin 1998, ai ishte vetëm 11 vjeç. Kur u çlirua Kosova, ai kishte 12 vjet. Lufta ja kishte marrë anëtarët e ngushtë të familjes, motrën, heroinën Luljeta Shalën, me të fejurin Hysen Bujupaj, i njohur si Luani, në shtegun e lirisë më 14 dhjetor 1998 në Pashtrik, me komandantin Muj Krasniqi, Kapuqi, ku kishin rënë dëshmorë mbi 40 ushtarë të UÇK-s, duke kaluar kufirin në Pashtrik. Dhe agja, doktor Hafir Shala, është i zhdukur nga lufta. Nga ky realitet, duke parë fotografi dhe një video material nga lufta, 12 vjeçarit i kishte ardhur një dhunti për grumbullimin e materialeve kryesisht nga lufta. Ai pa hezitim ndoqi që çdo vend dhe njeri që mund të kishin filmime, fotografi apo dokumentacion të luftës, duke ju kërkuar atyre dhe duke u prezentuar si njeri që këto materiale do t'i ruaj dhe plasoj aty ku duhet, duke i bindur shumicën dhe duke i pasuar dhe pasuruar arkivin e tij që tani kur po flasim, vetëm video materiale ka grumbulluar me 10 mijëra orë, të cilat të digitalizuara i ruan, publikon dhe i ofron për sensibilizimin dhe dëshmimin e ngjarjeve, betejave, masakrave dhe luftimeve në luftën e fundit në Kosovë. Është ky aktivisti dhe tashmë kronisti i luftës së UÇK-s në mbar Kosovën, Zoti Esat Shala, i lindur më 10 prill 1987 në Krajkovë të Drenasit. Është ky nipi i Isuf dhe Shehide Shalës, dhe fëmiu i 11 i babës Jahir dhe nënës Naz, në mesin e 5 motrave, Luljeta, Sebahatja, Besa, Merita dhe Arta, si dhe 6 vëllezërve, Sedati, Shpendi, Muhameti, Liridoni dhe Flamuri. Motra Luljeta dhe dhëndri Hyseni, siç e tham më herët, të rënë në shtegun e lirisë në Pashtrik. Shpendi, një pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, në brigadën 111 Adem Jashari Trigërat e Zi, tani nën kolonel në forcat e sigurisë të Kosovës. Sebahatja, mjeke në UÇK dhe gazetare. Esati, protagonisti i një emisionit Fakte, shkollën fillore ka mbaruar në Krajkovë, gjimnazin Drenas, për të vazhduar me studimet në edukatë fizike në Universitetin e Prishtinës. Esat Shala ka arritur të takohet me kamermanin e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës nga Norvegjia, Zoti Paul Salahedin Refsdal, i njohur si Peter, i cili e ka furnizuar Esatin me 5077 orë videomaterial unik dhe 5000 fotografi nga lufta e fundit në Kosovë. Pa humbur kohë, le ta ndjekim bashkëbisedimin që realizuam kohë më parë në studion Fakte. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emision të radhës Fakte. Zakonisht, protagonistët me të cilët po bashkëbisedojmë, në vazhdimsi po them, janë njerëz të veçantë, bashkëbisedim ekskluziv, njerëz me bagazh të pasun, me biografi të pasun e tjera. Por kur ne zgjedhem një protagonist i cili në kohën e kësaj dekade para slirimit të Kosovës, aq më parë në kohën e luftës, ky ka qenë 12-13 vjet. Kush mund të jetë dhe pse mund të jetë ky protagonist për emisionin Fakte? Është shumë i veçantë, në arsyeja dhe motivi është shumë i veçantë. Nëse këtë emision në moshën që unë jam, po e mbaj dhe po e udhëheqi sepse kam një arkiv dhe me këtë arkiv çdo herë në një mënyrë afirmohem dhe le të themi edhe lavdrohem ndonjëherë, çka mund të themi për një njeri që ka sot një arkiv dhe është një koleksionues i arkivave më të mëdha në shqiptari, lirisht mund të thuhet, ky i te i kalon edhe për masat e arkivit tim, definitivisht, dhe kryesisht i fokusuar në kohët luftës, po jo vetëm. Është ky
Esat Shala nga Krajkova. Esat mirë se ke ardhur në misionin Fakte. Mirë se zej, faleminderit shumë. Esat prezentova me amën e mbjamën edhe me fjalë Krajkovë, më këqyre pak mrëlt. Pse populli i thot Krajkovës, a ka ndaj shpjegim kjo fjalë? Po ka pas kroje shumë, me më thonë fshati im, edhe jenë bazu në ta edhe kam po kraj me Krajkovë. Do më thonë, plest edhe populata aty Krajkovi thojnë. Po në dokumenta kemë Krajkovë. Po, në rregull, se ajo është slavizuar dhe ju kanë gjitë do propashtesa, po. Kjo qenë ka do më thonë Krajkovë, prej krojeve të shumë. Prej krojeve. Dhe edhe sot Krajkova ka kroje. Ka kroje. Esat, çka të ka motivu mas pari? Çka është arsyeja që ty të ka bërë trak për më dhonë për çështjen e kolektimit të arkivit edhe sot je pronar i një arkivit të madh, sidomos luftës? Po kjo ma shumë është një dhunti, për shembull nga Zoti. Po duke marrë parasysh gjatë luftës, si do të thotë kena pas humbjet familjarëve, para luftës burguesit, politike që kanë qenë të migjës, edhe sa që është i zhdukun, baba që ka qenë disa herë burguesin politik. Dhe gjatë luftës na patëm humbjet familjare, po se na dërzuar asnjëherë din se dikush do me drejt gjak me orë drejt Liria. Dhe pas përfundimit të luftës, na ka djegun shkatërruan edhe disa vite deri na kena bon Kolumbikok sepse na konë shkatërruan. Dhe pastaj kanë nisë me mendu se ka hena dolën, ka hena orë drejt Liria. Edhe kom fillu me halun mas pare se gjatë luftës kanë qenë kamermana shumë ka pas Malit Berishës, ku kanë qenë strehun 85.000 banor të asoj pjese. Edhe isha interesun me gjithë disa fotografi të familjes, edhe me gjithë fotografi të mijat. Po të familjes dëmoj kom gjithë, po të fotografin të amas njëherë. Tani kom hasë në një video kaset VHS me shiret, e kom marrë, kom lufta në la dresa në la përshnek, edhe kom këshu ato shumë herë, edhe desha me zeta në diçka ma shumë se ato që posedesha. Do me thonë motivet i ki prej një kasete, ty e pa disa herë. Motive prej kasete, motive prej në stret planës, motive prej teje që na i kena pas disa njerëz individ pak që kanë betë, mu motivu për shembull edhe në punë ty në cilën e kanë bon, edhe para viteve 90-ta, para viteve 80-ta, edhe që kanë vazhdu për shembull gjatë luftës edhe sot. Për shembull motiv në stret plana, motiv Adnan Merufsi, edhe na e kena pas ku mu motivu që me bon diçka mirë për këtë vend. Po kom vazhdu tani në atë kohë të shku në darsma e që shtet në përsebi, pa një ke njëri fjallë, ja filon e ka një qëzim, ja ko kam mërmanë në një kënina, edhe ishe interesum tani me gjitha adresën aty në njerëzve, me shku me kërku normal, jo me keq përdur, po ka pas rastet nuk më ka dhënë qëzime, se ka mu shtynë në shumëria, ka pas rastet që më kanë rej edhe kamermona që kanë qenë të luftës, se s'kum hjek dura, i kum ka bova kia që i kum flajt njërë 24 orë në bërë, edhe deja ka morë, këmë pa nuk dalë prej aburit, pa morë qatë video cilën e ke bo ti. Po, e sa të veç diçka. Atë material që ka bo dikush, ajo në një mënyrë dhe me regula, me ligje të njohura, është pronë dhe pasuni që ati që e ka bo. Po, normal. E tash ti, ke shku e ke kërku një pronë dikujt. Ishte dasht një motiv shumë të madhë ti me pas një vullnet, dhe me gjas njerë që ti kanë dhuru ato, mandej kanë ra pre e një vullnetit tonë që e kam pa që ti je i apasionur me kësa punë. A kom të drejt? Po, ashtu është edhe për fatë mirë, me gjitha ta që kom pas problem, se dhe kam një raport shumë të mirë, edhe kem, dhe me thonë, takime shpesh me ta dhe më motivujnë që me punu në tarlë në këtë drejtim. Ale pasunin e tyne, kom është edhe rrezik, me hindikujnë në bërë, mja kërkunin që zim, mja morë me gjithë kështë. Kur të flasim për këto materiale tani, nuk mëj me përjashtu dhe vetën, se dhe unë jam pronar që i themi ne gjerimeve master, edhe me sy tem kom gjeru, po edhe që kanë gjeru njerëz të mi edhe bashkëpunëtorë të mi që i kam sot ato materiale dhe ne piknisi është vetë gjenerimi këtyne, inqizimi ose që e masteri. Punë e dytë ka qenë digitalizimi tyne për mja ushtu jetën atyne, sepse në ato materie që në bartë ato e kanë
kohën, shiriti magnetik i ka diku 20 vjetë, celuloidi 500 vjetë i ka. Po digitalja në farë mënyrë është e përjetshme. Pas digitalizimit tyre tani, fati i materialeve kogjanvarët prej atyre ndur të kuj në besin. Pra jo domosdoshmërisht nashta njeriu që është edhe pe vërteton i xhiron që ky njeri edhe do t'i plasoj se çështja e plasimit është në veti, dikujt ma i shkon, dikujt mas i shkon, dhe definitivisht sa ka merita dhe të mira ai që i ka gjeneruar dhe prej fillimit qa që ka dhe ky që i plason. Për ndryshe, një material i rujtun me një fanatizëm iracional është gati si turshia. E shtin turshi nuk e qel kur do të ata prishet në një farë mënyre. Dhe pajtohem këtu me ty, gjatë këtij bashkëbisedimi deri tash e përmende një emën të një veprimtarit devotshëm dhe shumë të rrallë, një njeri që me të vërtet ka bo edhe në kohën e mahershme, po edhe në kohën e luftës, se ky është doktor Nusret Plana, një njeri që definitivisht ka shënu emën edhe emni i tij është sot me germa të nderuar gjithandej në botën shqiptare, sepse me punën e tij dhe po më vjen mirë ti një djalë i ri që je në një farë mënyre në setull të Nusretit, një njeri i arritur në këto punë, dhe ne duhet ta themi që veprimtaria e tij është mirënjohur dhe ka bo vend dhe ka shpërfaq një realitet si askush deri tash, kryesisht ai orientuar në fotografi dhe ato libra me albume që i ka sot, që krejt botën në për arkiva të mëdha edhe i ka dorëzu, po edhe i ka shfaqur. E sa të në kohë luftës i ke pas 12-13 vjetë më sanajti. Me nërë mas luftës, dikon mas 2-3 vjetë e ke fillu edhe je ekscitu për këtë punë. Shkur të shqip ta ka qukit dhëmëti se kjo vjen. Ke pas shumë scena. Qysh je balafaqu në fillim dhe qysh je sot. Qysh i këqyrë këto scena që janë edhe makabre ndonjëherë. Edhe e vrejta të shetit në arkivën tonë dhe që pa ta rast pak me kur ma demonstrove, janë përjetimet të veçanta. Qysh e përjeton të këtë moment? Po është problem, është edhe me binda veten, çaja që kanë duhet për shembull në Kosovë, pse janë fakte gjizime në vend ngjarjes. Po problemi po për shembull të Kufuma, atë gjak për shembull fëmijë të masakruan, është problem me kon njëri psikikisht mirë, atë se nuk u kthyer për shembull, nuk e kam kthyer një masakër vetëm një herë, për shembull, për minimi herë kam kthyer një masakër. Edhe kam arrit për shembull masakër të Zbicës 147 që janë masakruar ditë Bajrami. Kum arrit pas disa herë që kum shiku, edhe kum vret një mihyr atë dokotit të një personi masakruan, edhe ka bo me mendu se tamam ata kanë qenë domosdoshmë njerëz kriminala, njerëz që e kanë lind vetëm me bon gjenocid. Sepse një njeri normal për shembull e bën një vrasje, po e merr edhe atë dokat për aty duke marrë parasysh ndërnise. Non aftuna, motor aftuna kanë hek dokotin prej veshve, kanë prej durve. Edhe ai me hyrë mund ka bind që tamam këta janë njerëz janë të krijuar vetëm për gjenocid. Ka pas me trona shumë masakra Qirez Likoshan, masakra Obris, masakra e Çokut dhe këtë bota, masakra Mez Gjakuve, se ajo është një masakër shumë e rëndë, por për fat keq atë masakër nuk e kam. Po ka masakra domosdoshmë shumë për 300 masakra që janë filmuar që është problem një njëri dhe mi shiku deri në fund gjitha masakrat me aty pomje cilat janë. Ti arkivin e ki sistemum, për krejt masakrat që tojnë prej Qirezit, Likoshanit, edhe epopeja e Prekazit, se ma vonë du më ta bo një pyetje pak me nda këtë si me thonën, emërtimin luft, betej, epopej edhe masakr. Tash në kuptim edhe në prizmin e të drejtave të njeriut, se cila mund tjetë kur është në shpërputhje, është masakër. Megjithatë, edhe është luftu, edhe nuk duhet me humbë, si me thonë, qenunit edhe martirizimin. Tash martirizimi edhe kur t'je martir dhe kur t'je dëshmor, në një farë mënyre e merë edhe atë shpirtin luftarak pak. Normal. Jo veç përjetimin si masakër, si definim, apo jo, fjala vjen të e ki epopejën e Prekazit, që është një rast unik në rruzull toksor në histori. Pse është unik? Sepse nuk mban mend historia një shtëpi e barikadume dhe as një plum jashtë 20 metra për i sësoj shpije që ju ndez,
me pas një reagim prej një familje, prej plakut më të madh deri në fëmijë. Dhe është ultra unike, apo jo? Dhe tash, ka njëherë si veprim është masakër, por në fakt si qëndres, ka njëherë mos po him hak kësaj komponentës qëndresës dhe të luftimit me këto qyshti, i kështë shpjegue këto gjana, me qenë se je përdorosh me to për çdo ditë. Po ka pas betejë ndryshme për shembull. Edhe pse kanë qenë domosdoshmë njerëz pa uniformë, në moshë të re, ata s'kan pranuar në si mënyrë për shembull me dorëzu shtetit serb. Siç është betejë për shembull e Jasharëve. Është betejë e Qerez Likoshan, po marrona mua që më ka prek për shembull masakra e Klekit, duke marrë parasysh se në atë dhunë për shembull janë digën atë masakruan në mesin e 53 personave, 23 fëmijë janë. Edhe shumë shkasin shumë rana janë njerëz pa fajshëm, ku për fat mirë për shembull kanë pështuar 6 prej tyre, ndërsa kriminalët serb janë dalë nga ajo dhumë, pasi që kanë menuar se i kanë vrarë krejt, kanë dalë nga ajo dhumë edhe 6 persona moshave të ndryshme, edhe janë dëshmitarë se të atij gjenocidi, po për fat keq asnjë prokuror, asnjë hetues nuk ka qenë në atë shtëpi, edhe pse gjoki i një mende pikon gjak në atë vend. Është dhoma që ka qenë gjatë masakrës, është se cëllën e rundëm në bon familjarë e tyre, Fadil Muqolli. Që pra mu është një rast shumë specifik, se përket luftave në Kosovë, sepse njëri viziton atë shtëpi çdo herë, çdo ditë, edhe kur shkon aty ful me familjarët e vet, cilët kanë masakruar aty, edhe është fati mas që është mirë në krye ai person, i cili ka humbur komplet familjen, me motra, me gra, vllaznive, me fëmijë, me nanë, me babë, me gjithë. E sa prej materialeve që i ke pa dhe që i ke përjetu, se tash nuk mund të flasim me ty vetëm me një koleksioner të, sepse tash i ke bodhe do vjetë edhe kanë kalu, se me thonë, 2 dekada, mbi 2 dekada prej luftës edhe ati pasionet që i ke fillu këto punë, të jesë sot edhe një analitik, edhe një njeri që mundësh me spjegu, qysh spjegohet që edhe në masakrat më të mëdha të ndodhura, qysh Zoti e shpëton dikon, minimalisht një shpëton gjithë. Që është fakt është ai. Qysh e spjegon ti këtë sen, se i ke pa krejt që ka ndodhë edhe trap po del një që ka shpëtu. Po ata kanë shpëtu me argumentuat atë krim, atë gjenocid që u bë, po për fat keq deri me sot nuk ka pas ku me argumentuar, nuk e ka gjetë vendin ku mu argumentu, sepse s'u mor parasysh deri me sot as i dëshmitar i masakrave që kanë ndodhur në Kosovë. Është rasti për shembull i Krushës, ku ka shpëtuar Diegun me shkollën ofër 100% Selami Elshani, i cili u dal prej asaj dhumës dëmo t'ju Dieg, t'ju koll, i vetmi, të tjerë që një Dieg janë bon shkromat janë bon hi, në atë dhumë në Krush. Edhe prej dhimbtës i ka pasaj, domethënë, ai ka po forca serbe i ka nisë ku janë, edhe për dhimbtës i ka pas, ai u shku në drejtim tyne për me ekzekutu, po nuk ka mujtë, domethënë asnjëherë me arrit qëllimin e vet, që me shku mira forcave serbe edhe me ekzekutu ato, sepse s'ka mujtë mi duru dhimbtë e tina. Edhe në bazë të rrëfimit që ma ka treguar mu personalisht, që sa ka vazhdu domethënë rrugën me shku, te forca serbe dikush e ka kop mbrapa, në mos njerës se ka ligu me shku atje. Ka dëshmitar shumë Elhame Muqolli, është masakrës po Klekit, edhe ja dole preso i dhumës. Është i merë delit për shembull familjen që kanë masakruar të gjithë. Rifat Bilal është masakra e Verbovësit, Shtoticës, edhe një dëshmitar shumë i kfjelt që e ka përjetu vetë, ka qenë aty në ekzekutim, ka pështu, e kanë marrë, e kanë prunë në shpitamen Krejkov, ku ka qenë, pas e kanë marrë serbët fshatin, e kanë bon shtab shpinë tam në Krejkov, ka qëndrua aty në shpitame dhe a e din që ka me të tregua, din është një bagazh shumë i madh për ato çfarë ai ka përjetu. Po për fat keq, dëshmitarët janë domosdoshmë dëshpëruar çdo herë dën kohë që ata mi bind për me fol për këtë krimi për shkak dëshpërimit që kanë me institucionet, jo me individin. Po është fati i madh që ende janë një pjesë e dëshmitarëve janë gjallë, edhe pse një pjesë bukur e molla kanë ndruar jetë pa dhënë si dëshmi. Në mund shtet. E sa të kam dëgjuar edhe në mediume tjera,
po të ndëgjoj edhe sot, e kini tonë edhe një zohë kritik ndaj institucioneve për trajtimin në përgjithësi të njerëzve, materialeve dhe në përgjithësi të vërtetës që ti me punën dhe angazhimin tënd mundosh çdo ditë me prezentu në publik. Unë e kam vrejt që ti një halë e ki kryesisht që lidhet me qëllimin tënd dhe ajo është sa ma shumë me i publiku materialet për t'i dëshmue realitetet që ka ndodhë këtu dhe asgjë tjetër. Çka po qalojnë edhe çka është ajo që ishte dashur institucionet me bu e që s'pe bujnë? Po pas përfundimit të luftës, ta do me morë me intervestimin e dëshmitare që kam pështu masakra, mi incizu. Gjatë të cilën nuk e ka bu. Se kam bo. U duh me do në teren me bo grumbullimin e kasetave dhe materialet cilat kanë betë kur kanë iki forcat serbe na për zonat ndryshme të Kosovës. Qatë punë që ti për e bënë sot? Po, ka pas një qizime shumë të rëndësishme edhe në fabrikën e Feronikit, masi janë tërheq forcat serbe, bazë dëshmitarëve të ka qenë një bagazh shumë i madh i materialeve cilët ata i kanë lënë, ka pas video, kaseta, ka pas mundësi që kanë qenë të filmuar edhe gjatë masakrave, gjatë dhunimeve që kanë bërë, po për fat keq edhe dokumentacion tjetër, ditare, specifikacione, po, akcione, raporte. Për fat keq se aty dëshmi janë zhduk, ku me ditë kush i ka marrë atë çka u bëma me të, është një mekat shumë i madh që nuk pe di as ka kanë përfunduar atë materiale shumë të rëndësishme. Unë besoj që mos puna e këtyre njerëzve që kanë qenë në pushtet edhe më herët, mos puna tyne për krimet serbe, domethënë, edhe i ka dënuar tani në farë mënyrë edhe pse janë të pafajshëm, i ka dënuar se akuzohen në Hag për krime që i kanë bën vetë serbët, jo një shqiptare, sepse këta e kanë dhënë çdo herë mundësinë shtetit serb më morë me krimet që ata i kanë bën, që na me qenë agresori e ata me qenë viktima, edhe për fat keq që po dëshmohet në gjithë botën që serbët janë viktimë në njerëz që kanë bën krime ndaj shtetit serb. Edhe mos puna tyne, dhe me thonë tash se pivujnë pasojat, cilat edhe në Hag i kem njerëz që janë të pafajshëm, më marrmanja mu. Në fakt, historia dhe vërteta gjithë ekziston, por ja që veç ekzistenca e së vërtetës nuk mjafton që t'jetë në anën e të drejtit. Ne të drejtën e kem në anën tonë, dhe ajo ekziston, por këtë të drejtë ne duhet me demonstru. Bile me demonstru shumë fish, se historikisht, do me thonë, gjithë herë, 11 ka qenë pesha argumentit. Nëse Serbia e ka qitë një argument, ne ishte dasht, edhe është dasht mi bo 10 për mu barazu pikrisht, për shkak të ndërtimit që ati paragjykime dhe bindjes styre për me afirmu të pavërtetën. Gjithë herë ata të pavërtetën e kanë këthyë dhe, si që the, me shumë të drejtë, do me thonë, kam vëra plaka e pleq e fmi, e lufta jonë, lufta me pastër në historitë njerëzimit, që s'ka vëra pleq e plaka e gra, po kauzat i ka pastë forta, merë me mend, sot satanizohet dhe sot fjala vjen gjykohet dhe merë me mend, mu cilësuhet, si që të ati viktima agresor që është një nonsens. Me gjithate, letjet ky mision, edhe puna jote, e Nusret Planës, e shumë të tjerëve që punojnë një farë alarmi edhe një farë apeli edhe një farë thirrje institucioneve tona, sepse kjo fillimisht nuk e ka një kostë të papërballueshme. Kjo është punë hajgare nëse flasim për çështje të një investimi në këtë punë, ose një mungesë, le të themi aty në implikimeve financiare që i thonë. Ka do të thonë kjo punë nuk do pare. Me digitalizim ku pak më e vështirë me bon. Dhe kena pas probleme shumë. Po duke i falenderu disa mërgjimtarëve, Belit Goshit nga Gjakova, që jetë në Amerikë, më kanë ndihmuar shumë me bon digitalizimin. Është Bardhel Salia, ajo është i Stokit, dhe ai jetë në Zvicër, më kanë ndihmuar shumë me bon digitalizimin. Edhe është një vendasimi që ka bon me mënyrë vullnetare mbi 4.000 orë incizime, mi ka digitalizu, Qërim Sinani. Edhe motivu më shamo në punën tonë që ke bon
që 3-4 vjetë për shembull, sepse të ke qenë edhe aktivist dhe herë në interes të kombit, me kamera, me aparata, me mbledhje të ndryshme, po ashtu në stret plana, po një non për shembull unë personalisht jam edhe i dëshpëruar një non kur të shej si për shembull as me punën e juve nuk u bën asgjë deri sot, s'ka marrë parasysh askush, sepse të keni bagazh shumë të madh të këtyre ngjarjeve prej viteve ndoshta edhe para 80-s deri me sot, kur të sheh për shembull që as për ty nuk u bën asgjë me materialin, jo me ty, po me materialin tan, që të paktën s'u kam mundësu me bë digitalizimin, një farë mënyrë tani pa dëshpëruar edhe vetë, sepse ende kemi mbi 2000 kasete pa digitalizuar, që janë shërit, që u kop domethënë shëritje dhe kanë filluar më kolp, se nuk është se ka jetë gjatësinë ky shërit. Në fakt, unë plotësisht i bashkangjitëm këtij toni kritik tondin, por jo në kuptimin le të themi ndonjë mirënjohje ose të kompenzimi në kuptimin le të themi material në asnjë mënyrë, por çështja e trajtimit tyne, edhe në fakt hezitimi për në përgjithësi në këtë dimension në dokumentaritetit. A kina i rast kështu ma specifik pak të njerëzve që t'u shku dhe t'u lumtu me njerëz që kanë bo këso farë materiale, kanë t'u bu, që është specifik që blen fjale në qysh kanë arrit miru e qysh, për shembull, ke pas fol në një rast kur dikush i ka fut materialet e ka rindërtu një mure, ka djek për me lënë për shtypjen kisha të s'ka asgjë. Na thuj diçka so interesant. Nështë Hasan Morina është i Medveçit, një fshat ofër për Zrenjit, Soarikës. Edhe ka qenë gjatë luftës, ka qenë komandant i një pjesë të ushtarëve në atë pjesë, në Qykë. Edhe çdo betejë që kanë fituar domosdoshmë gjatë luftës, ai e ka marrë arkiven, sepse ka pasur edhe aparatë dhe kamerë në atë kohë. Edhe ka marrë gjithë aty që i kanë dhënë forcave serbe, ka qenë shtëpinë e vet, edhe ku ka pas shtëpinë e djegur, edhe i ka afruar afër murit, edhe me pas e ka kriju edhe një muri në mes aty në materialit, e ka kriju atë muri, edhe e ka djeg prap atë muri për brenda, domethënë për jashtë dokumentave, për mos më dëmtu, edhe që mos me ditë nëse hynë edhe forcat serbe në atë objekt, mos me ditë që domethënë pas këtij muri qëndron një pjesë shumë e rëndësishme e arkives tyre. Edhe ka arrit me rujt atë arkiv, domethënë arkive e forcave serbe, ditar të ndryshme, harta të ndryshme, me mia ndoshta afër 1 milion fotografi të forcave serbe që ata vetë sa nuk i kanë, të filmuar domethënë një kohë foto fizike, ka filma që kanë qenë të aparatit, ku duken edhe forcat serbe ty djek shtëpi ose ty bën gjenocid me uniformë të Qykës, është një dëshmi shumë rëndësishme. Edhe thoni sa jeton në Medvec, edhe ka një arkiv shumë të madhe me mia video incizime, fakte, ditar të ndryshëm, fletore të ndryshme, cilët e kanë marrë domosdoshmë forca serbe gjatë luftës, evidencën që kanë shkruar shumë në mënyrë të qartë, të pastërt. Edhe çdo masakër që u bën është komandanti, zonës komandanti, ushtarët i ka shkruar data, dita, domosdoshmë gjithçka me qirilicë. Edhe në ata ditar shkruhet se ky ditar është i ndaluar me rënë dorë armike, domethënë në kapokën e tij në shkruan me qirilicë. Është një ditar sekret të forcave serbe. Edhe për fat keq shteti i Kosovës deri më sot nuk ka marrë asnjë hap që mu bën diçka për atë material që e posedon. Tanë kohën e sa të po flasim edhe po sillem rreth një teme e cila është trajtimi i kësaj historie që ka ndodhur dhe çka ka mujt e sa të çala me bo ma shumë se si fëmijë ka përjetu luftën, ku ju ka ra ku i ka ra motra, ku i ka ra migja, ku i ka ra djali migjes, me krejtat veprimtari, migja tjetër, i zhdukun e tjere dhe me këtë punë që je ka e bën dhe krejt dhimbta është në institucione shtetënore, po megjithatë është një institut që mirët me këto. Instituti Krimeve të Luftës, një cilë themelu,
Unë jam pjesë atë instituti, por nuk jam i kënaqur. Edhe materialet që kam dorëzuar në institut janë shumë të mëdha, shumë të vlefshme. Kom quvë në për njerës që të kam pas materialet që të kanë dërzu në amën tamin, sepse mu më kanë besu, jo në amën të institutit. Po për fatë keq, ajo është ty punu, po për mendimin tam është jo funksional. Me vetë faktin që kanë të bu disa materiale në për komuna, po atë marrë veç vetëm gazeta, libra, fletore, materiale, dhona për shembull me një fshat ka pas çka djegje, domethënë mi krahasu tash me nqizimet e mia që jam dorëzu me videoncizime në venat ngjarjes, domos krahasohen me ato që kanë ata që kanë grumbullu. Në atë institut me qenë çifti në stret planes, çifti ju që ngjishta e diktysanë bre, që keni bagazh. Fadil Muçulli që ka prek luftën në Palë, që ka prek për shembull, edhe ku ti sheh Serbia që ta njerëz janë çat institut, edhe normal që kanë frikë, edhe nëse na spunojmë për shembull. Se din çfarë njerëz janë në atë institut. Pa me hyrë analizë të fill të krejt kësaj që e the, një gjë muj me thonë, edhe e di, që bërthama, kurrizi, esenca e atij instituti është ajo që preket me dorë dhe që quhet fakt. Dhe nëse ti, nëse të plana është shumë të tjerë i kanë që të fakte, që ajo është bërthama edhe që ajo kurrizi dhe esenca e që ati instituti. Tani, a institut pa juve nuk bën, se s'ka kuptim me bu, por edhe veç ju s'mjaftani. Do me thonë, duhet ju me qenë, po duhet me qenë edhe pjesa tjetër, punën e juj, fjala vjen, e transmetojnë dhe e plasojnë aty ku duhet, ose në monografi, ose në libra, ose në argumentime, ose konferencave botnore, ose institucionet ndryshme edhe humanitare në botë, edhe prej Kongresit Amerikanë në Parlament Evropian që i dërgojnë këtu. Se fjala vjen, ti a the bëll mirë, ta unë jam njeri terenit, se cëllën dere trokas edhe jam identifiku si një njeri që ama arkiven burë se ti e ke kry punën tonë, dhe tash kjo është faze 2 që unë e maj që e shty ma tutje. Dhe ti ku e shty në dete që ato dur që nesër e plasojnë. Let jetë kjo emision një farë apelje, një farë thirje, një farë kritike. Shqipe ti e satë. Kjo interesi i kumbit, interesi i shtetet, nuk është interesi jame. Se s'po lipi me përfitu për këtyne materialeve. Qartë. Po më pëmëdhime që janë të prishti materiale, edhe nuk janë të shku në vend duhur, dhe me thonë, që mja dëshmu botës, ju me punu na mrana këti veni mja dëshmu në këti poplu të krime, na jem të ja dëshmu shdo dit. Po esenca këtyne materialeve është që mu dëshmu në këtë botën. Me dhombre pare shteti, me shku në këtë botën, që shpo ma Serbia filma, ta ka bo për reqokën për kosharën, për gjithë masakër, ka bo filma, ti ka që në këtë botën edhe, ti kur shkesh për shembull në Kinë ka shfaqim filmin për masakrat e Reqokit, 100 vena ka shfaqim në Kinë, teatrat ndryshëm, paleta ndryshëm, dhe ka dhënë parë Serbia. Dhe ti kur shkesh në Kinë, ti intelektuale çka dush të vetit, ti konsiderohesh si një njeri që pa vjen për një vendit ku ka kriminala, të konsiderohen si kriminal. Vetë punën që ata kanë bën, edhe ne kemi mundësinë si shtet, vetë aty ne me bë filma, me bë dokumentar të ndryshëm, na jemi fajtur. Dhe kolektimi i krejt këtyne arkivave, fjala vjen, dhe mbajtja, rujtja këtyne, dhe plasimi, siç po e bën ti me paraqitjet tua në media, për ta spjegu që apo du me thonë, fjala vjen, nëse krejt qaj material që une e kam, le të themi, në arkivat e mia, dhe sot e transmetoj momentalisht në një televizion nacional që është KTV-ja, i cili ma ka hap derën dhe do me thonë me zemër gjërsi, më ka prit për me plasu këtë emision, unë vetë mbajtjen e ti, edhe inqizimin e ti, edhe në studion këtu ku jemi sot fakti, po edhe në studion e KTV-s momentalisht ku jam tu e transmitu emisionin, fjala vjen, mës me i pas 2-3 sponsor që i kemi, nuk muj me te i kalu, se edhe këto e ka një farë kostet vogël, e kam një galeri që paguj një qira, një personel, i kam 3-4 kamera që ende, si kom pagu që ndo një herë gjiroj, një gjirus që punon edhe kam miktimin Beqer Cubolli që një cent kur që s'kom arrit me adhon deri sot. Me vetë financim krejt. Krejt është vetë financim. Edhe duna me përmendë, mos t'ishte pronari i Uj Rugove, mos t'ishte edhe Vipa Qipsi që më ka ndihmu, dhe pronari i kompanis Medika, besa edhe Fibula, unë sot s'kisha mujt me
e transmetuesit emision, jëmë në prag të mundësisë financiare, dhe me këtë s'pan kona, se gjërat bëhen edhe pa pare, se gjindeni, por fjala vjen, ky arkiv, ti transmetohet publikut, fjala vjen, arkive yt, arkive mi ti, por edhe tjetë do me thonë, që t'i atribuohet edhe një arkive të shtetit, nëpërmes edhe institutit që e përmendëm, se ky instituti është i veçantë, do me thonë, për krimet luftës është diçka e veçantë. Por merre me mend, sot shteti mos me arë me trokit në derë tonë dhe me thonë e satë, çka duhet na edhe çka muj me bon na që le të sofistikohet kjo arkiv, le të bëhet me intervenu shteti, se kjo është gjë e cila nuk ka çmim. Dhe sot e ki historinë e kësaj pune ti në dorë, kom edhe unë në dorë, edhe sa e kom në dorë edhe krejt në rregull, po tani vjen një moment ku njeri edhe ngopët. Fjala vjen arkivi im, është mirë mi u dhonë arkivit Kosovës, bibliotekës kombëtare, edhe Tiranës, besa se ka materiale që lidhen edhe me Shqipëri, dhe që tjetë në një histori të shkrume. Por, çka ne po bojmë, shive, mës më u pasmar ti me arkivin tëndë, dhe mës me pasqit ti poston në për Facebook, e dika në për do YouTube, shpesh herë sankcionosh, edhe aty ka kriteri, do me thonë, jo scenat e këto, jo s'qitet arma, jo s'qitet embleme, këta t'jun, atëre, asë në qitë emision së shimkon, ti animu, je faktorizu vetë, një fmi, me 12 vjetë në kohët luftës, i ka kushtu zemra dhe është ka bon. Si tash mës më të përkra ty, definitivisht, institucionet Kosovës, qeveri, ju që mundi me e pa në këtë emision, apo apelojmë, po kërkojmë njerëzit që kanë materiale që le të takohemi njëherë, i sjellni njerëz, që kjo është shteti për cilin ne edhe ne po dojmë me kontribu me punu, as po lypim vota, as po lypim privilegje, as po lypim mirënjohje, ne po lypim bashkëpunim, por një bashkëpunim me qenë institucional. E satë, qka është synimi ju të jarshëm? A keni plan çka do me bu burra, veç që shtu qosh sa ba dhe nga del s'ki orar heq se të beti kur s'nalësh, andej kënej. Edhe pyetja tjetër, dyrë që i troket, që ti një, a janë më të mëdha, apo ka edhe asi që të trokasin ty në dyrë, edhe me lyp material, për ndoshta edhe me të ofru material. Po për fatë mirë, ka shumë njerëz që më thirrin, më ndërzu material tash para një javë dhe ditë, më ka ndërzu dhe përmi 400 euro qizime, për një fshatë Slovik Lipjanit, edhe normalën e vazhdoj punën në teren, dalë ku të një dikur shikonin qizim, dhe me thonë, shkaj çdo herë, ja kërkoj deri sa të marrë atë qizim. Qysh ja kërkon bresat, qysh reagojnë ata njerëz, a ka reagime refuzuese ndonjëherë? Po çdo herë thonë edhe më tutën mos pe keq për dorë, sepse tash ata kur si kanë besu për shembull shtetit më dërzohet të ngjizimi, nëse jam kërkushi për ta që mi bind me marrë të ngjizimi. Pse shteti, apo tu që shteti ju ka afrue në formën që është dohet, që e faleminderit tasha? Po ata në farë mënyre për me hek borën e vet kanë mujt me dërzu për shembull arkives Kosovës, dikuna në shtet ose Ministrisë Drejtësisë me dërzohet të ngjizimi, po s'kanë domon në farë mënyre nuk i kanë besu shtetit, dhe mu personalisht nuk më thonë se nuk i kanë besu deri sot, jo veç soj qeverie, po edhe qeveriet kalune që kanë qenë për shembull pas përfundimit luftës, që kanë humbur besimin populli, ata njerëz që kanë materiale kanë humbur besimin në gjitha qeveritë, nëse s'kem nevojë me kritiku veç një qeveri, po gjitha qeveritë. Synimi jam është që të ardhmen brëm mu dënu këta njerëz që kanë bën këtë krime në Kosovë, për fat keq kanë ndërru jetë shumë kriminal, cilët nuk e kanë marrë dënimin e merituar, kriminal serb. Shumë kriminal serb ja ku gjetë me fakte e shtetit Kosovës, sa jetojnë në Kosovë, jetojnë në Viti, jetojnë në Lipjan, me fakte, me foto, me video, me gjithçka që kanë bën krime në Kosovë, sa jetojnë në qytete ndryshme të Kosovës, edhe e një ndoshta veten krenar, duke marrë parasysh të respektin e bashkëvendasve shqiptarë që ja bojnë tyre kriminalëve serb. Edhe pjesa tjetër është që ta ofër 2000 shqiptarë çdo kënd që kemë, më ditë foti tyre, sot më ditë pak të neshtrat e tyre, a janë gjalla që janë ku janë të varrosën, dhe për fat keq shteti Kosovës ka mujt 1 milion kushte me qitë shtetit serb, vetëm me këta 2000
persone që kemi zhdukur, heq mos me llogarit krimit të domët e luftës, cilat janë bon, po më marrë mendja që shteti është në kumë, halo, sa i përket kaluarës të ndëmshme. Po inshallah mlidhen men, edhe del ta marrë një patriot që më dha mundësia me bën diçka për të krime. O problem për momentin, o problem. Dhe për këtë arsye kam thonë herë se në këtë vend ka rahatie, nuk e ki 2-3 shqiptarë sunësh me zgjedhë që është i knast. Tanat mirë të ka, po gjaki nuk e lën me jetu në këtë vend, sepse është kel gjaki me ndojnë. Esat, duhet më të pyet tash për disa figura historike pak me ka 2-3 fjalë, po e du pikpamjen tonë, dhe me thonë të zhveshëm e pak për temës qendrore, sepse publikut edhe intereson. Adem dhe Maqi. Po ai ka qenë një veprimtar shumë i madh që ishte kombëtare, i cili ka ndërruar jetë pa post pak të një pozitë sa do pak të vogël në këtë shtet. Mo ka ndërruar jetë me marak. Ibrahim Rugova. Po të mos ishte për shembull Ibrahim Rugova, sot ka mujt mos më ekzistuar shteti i Kosovës hiç. Do ka marrë vetë faktin që luftën e Kosovës e ka devijuar, ka qenë Bosnjë. Këto nuk e dini një pjesë e madhe e popullit të Kosovës. Sepse gjenocidi i Bosnjës ka mujt me ndodhur në Kosovë. Sepse në Kosovë ka pas më dhezë lufta ju në Bosnjë. Por Ibrahim Rugova me diplomacinë e tina, dhe me thonë, ka deviju luftën edhe, ka shpërthy lufta në Ballkan, në Bosnjë, në Kroaci, edhe normal të në Kosovë i ka orë dhe rani, sepse s'kana mujt në me dëru këtë farë pushtimi, këtë farë dhumën që në ka bo shteti sërbë, po me krasu tani me Bosnjën, ka pas viktima shumë pak në Kosovë, për shkak diplomacisë të Ibrahim Rugovës. Hynia shqiptaris Adem Jashari. Kontributi tina, gjoki tina komplet me familje që ka rezistu forca sërbë 3 ditë, e dëshmon ato që ky më shumë me ka dosh vdekjen për lirisë sa lirin. Edhe u fliu dhe më komplet me familje, edhe sot na do të më krenu tonë me tonë, me punën e tina dhe normal që do të më motivu edhe me atë kontributin që ka dhënë, sepse ti ke qenë edhe një bashkëpunëtor shumë i ngushtë i Adem Jasharit, ti ke njohur më mirë se ti s'e kanë njohur askush, të tjerët janë njoftu takime të rastit gjatë luftës. Sepse ata që janë kraj gjatë të tina, ata duhet me dëshmu edhe në luftë, pak të ndërin sakt, me do ndihmë. Esat, angon muzikë? Vetëm Ilir Shaqirin. Ilir Shaqirin? Tjetër muzikë. Me këngë patriotike, po 90% unë edhe fëmija me vetëm Ilirin. Si typin këtë, dhe me thonë djallë më thëtë, veç Ilir Shaqirin me shkutja këngë edhe për fatë miri, djallë jam leoni 5 vjetë, din bajge shumë këngë të Ilir Shaqirin që kam su për mensh. Iliri është në mekime dhe unë kam komunikime dhe ndajme të edhe pse një kohë gjatë s'kemi ndajt, por definitivisht Iliri është një institucion, dhe me thonë që te i kalon për masat e një artisti, vetëm në komunitet të artistave, por ai ka prek edhe në dimensione kombëtare dhe bile edhe ndërkombëtare dhe plotësisht të përgëzoj që fjalave janë shija jote që nga Ilir Shaqiri. Edhe këta është edhe një këngë e ka këndu për motën time Luljetën, është një këngë shumë e mirë. Mirë shumë. Cilën më ka kry kretë me pa pagesë, sepse e pare për dëshpore, s'ka mund kur as nuk merë është një mirë shumë human, edhe normal i kemë bërë gjithë, sepse edhe këngët e tina gjatë luftës dhe më kanë motivu ushtrinë qlimtare për me luftu për këtë vend. E Dervish Shaqen? Po, ata kanë qenë kretarë të mësim para 3-4 vjetë këta normal, Dervish Shaqen, Bete Sejfës, sot jetën edhe i Bacajmer është një legjendë gjallë dhe kësha pas dëshirë në mision dhe pas tjetë shëndet gjatë. Në mision tonë kom pas dëshirë me qenë edhe sepse është ka me qenë edhe e kom fëtu edhe kom bisedu edhe ajo është një tribun. Veqergashit është po i mirë ka është një familje që kanë kontribuat dhe kanë shumë gjatë luftës. Pa tjetër, e kom mik edhe e kom taku definitivisht edhe e kom fëtu po së shpeti do ta kemë. Nuk pritan me unë në mision është. Esat, unë e ty të uroj shëndet, e falenderim deri në qiell, e të përgëzoj që je djalë i ri,
e që po punon, e që je nanën e të vërtetës, edhe që kur në asnjë moment nuk ndikohesh nga tarafet e nga anët e nga animet, kjo u pa edhe me vetë prononcimet tua sot edhe për njerëz edhe për individ në përgjithësi. Le ta mbyllim këtë emision me një këngë të Dervish Shaqës, këngë të cilën krye komandanti Adem Jashari ka dashur shumë, dhe kjo është Moj Shqipni, mos thuj mbarova. Faleminderit shumë. Faleminderit me teje. Respekt. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, çka të themi pas këtij rrëfimi? Historia e ushtrisë lirimtare të Kosovës ekziston, por ajo e shkruar që quhet historiografi çdo herë mbetet për tu dëshiruar. Merreni me mend sa e varfër kishte me mbet kjo historiografi pa punën kolosale të një djalit të ri, i cili pothuaj si fëmijë filloi të grombulloj materiale për të cilat folëm. Sa krenare është familja e ngushtë dhe e gjerë e Esatit. Në krye me Bacën Jahir, i cili ka qenë dhe është veprimtar i dalluar i çështjes kombëtare. Esatit, bashkëshortes Doruntinës dhe fëmijët Luani 5 vjeçar dhe Pashtriku 2 vjeçar dhe mbar familja Shala, i urojmë shëndet dhe veç gëzime në jetë. Ju, institucionet Kosovës, ndëgjoni këta njerëz, si Esat Shala, si doktor Nusret Plana, që është një kolos i dokumentaritet, e shumë të tjerë. Kontaktoni ata, ndëgjoni dhe bashkëpunoni, sepse çdo herë në histori kemi vuajtur për të vërtetën, e cila çdo herë ekziston, por varfër po thuhet. Forca jonë është në të drejtën, e cila në takon. Por kjo e drejt, e pa thënë dhe e pa argumentuar, e faktuar, mbetet e pa vlerë. S'ka të themi në fund, vëlla Esat, përveç të falenderoj për punën kolosale që e ke bërë dhe po e bën çdo ditë. Zoti trujt dhe paq, jetë dhe shëndet të gjatë. Shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë edhe këtë emision Fakte. Ju rikujtojmë se emisioni Fakte është çdo të shtunë në ora 21 dhe repriza të nesërmen, po ashtu në platformën Arta dhe në platformën YouTube Fakte me Adnan Merovcin, të cilin ju tras ta bëni subscribe. Nuk ju kushton asgjë dhe kjo ju bën që ju të informoni për materialet me mbi 400 video materialet që sot ekzistojnë në këtë platformë, pra YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Këto, nëse keni harru kësaj radhe, ju rikujtoj javën tjetër. Por atë që asesi s'bën të harroni, është mirënjohje dhe falënderim për ata që e përkrahin emisionin Fakte. Dhe ata janë Ujrgove, Vipa Chips, Medika dhe Fibula. Ju faleminderit nga zemra. Ju rupofshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujrgove, Vipa Chips dhe Medika.